Dasma shqiptare 2017. Paraqet. Përshëndetje miq. Unë jam një djalë 31 vjeç. Dhe kjo që po t'rregoj më ka ndodhur kur u ktheva nga emigrimi. Isha disa vite jashtë shtetit me gruan time. Punoja, shkoja në shtëpi, halle, strese, si gjithë të tjerët. Atje punoja punë të ndryshme, por edhe të rënda. Kam punuar si kuzhinier disa kohë, e po ashtu disa vite, ndoshta mbi 2 vite, kam punuar edhe në ndërtim. Por kohëve të fundit kam punuar edhe pastrues, sepse puna është nder dhe kur punon me drejtësi, gjithmonë puna paguhet mirë dhe të mjaftojnë ato të ardhura nga puna me nder, edhe pse nuk kam mundur të kursej asnjë lek. Në emigrim, edhe pse të ardhurat janë më të larta, po ashtu edhe shpenzimet janë më të larta, dhe në fund të muajit nuk ngelej asnjë lek për kursim. Vendosëm që të ktheheshim në Shqipëri, sepse e tham mjaft më e të paktën këtu je afër familjes, edhe pse jeta nuk është më e lehtë në Shqipëri. Kur u kthyem, shtëpia e babait ishte plot. Jo vetëm prindrit, po edhe halla ime, motra e babait. Ajo ishte e ndarë nga burri dhe ishte kthyer të rinte përkohësisht aty në shtëpinë e babait tim apo të vëllaut të saj. Ajo tha përkohësisht që në Shqipëri zakonisht bëhet për vite me radhë. Halla ishte 46 vjeçe, po sinqerisht nuk i dukej mosha. Ishte nga ato gra që edhe kur i bie jeta, nuk e lëshon veten. Gjithmonë ishte e rregulluar. Flokët i kishte të rregulluara gjithmonë. Edhe rrobat i kishte të zgjedhura mirë. Jo egzagerim, po as nuk e lëshonte veten. Çdo ditë dilte, kishte shumë shoqe. Dilnin e të flisnin e të qeshnin së bashku, por ajo kërkonte të njihej me dike për t'u martuar prap. Problemi ishte që lidhjet e saja nuk zgjasnin fare. 2 javë, 1 muaj, e ajo përsëri ndahej. Prap fillonte nga e para, e kështu disa herë me radhë. Qyteti jon është mjaft i vogël, mjaft sa që fjala ecën shpejt. Shokët e mi filluan të ma thonin me shaka në fillim, e pastaj me flisnin seriozisht. Hallën tënde tani e njeh i gjithë qyteti, më thoshin shokët e mi sa herë takohesha me ta. Nuk më pëlqente kjo që thonin ata. Jo se më takonte mua të gjykoja, por sepse ishte familje dhe fjala e keqe dhëmb. Një ditë halla me tha troç: nëse ke ndonjë shok të mirë e që është serioz,
ma prezanto. Në fillim u gjenda ngusht, po e bëra. E njoha me një shokun tim që e njihja që shumë vite dhe ishte person serioz dhe shumë i drejtë. Fillimisht çdo gjë po dukej mirë, por pas ca javësh u ndan edhe ata, i njëjti film. Aty fillova të mendoja ndryshe, jo me qëllim, por ndodhi. Fillova ta shikoja hallen, jo vetëm si hall, po si grua që po lodhej nga jeta. Flisnim shumë, sidomos mbrëmjeve, kur të tjerët flinin e ishin e gjumë. Flisnim për emigrimin, për martesat, për gabimet e për gjërat që nuk i kthen dot mbrapa. Ishte dimër, netet ishin të gjata e të ftohta. Në shtëpinë tonë kishte atë qetësinë e çuditshme që të fut mendime në kokë. Një mbrëmje po pinim çaj. Ishim në kuzhinë, pa zhurmë e pa televizor, vetëm ne të dy. Ajo po fliste dhe më shikonte drejt e në sy. Jo si flirt, po si dikë që po të thot diçka pa e thënë. Unë ngrit të merrte filxhanet dhe kur u kthye, unë dal afër meje. Shumë afër. Në atë moment e ndjeva që gjithçka po shkonte drejt diçkaje që nuk duhej. Jo nga morali i madh, po nga mendja ime që më tha, këtu ndalet kjo punë. Ajo e kuptoi me njëherë. Nuk u tërhoq me inat. Vetëm buzëqeshi lehtë dhe tha, është me mirë kështu. U quam të dy, ajo shkoi në dhomën e saj e unë në timen. Asnjë fjalë më shumë. Kur u shpërndam, secili në dhomën e vet, më erdhi një mesazh nga halla ime. Jam e uritur. A ka mbetur gjë për të ngrënë? Pak çaste më vonë, dëgjova zhurmë nga kuzhina. Dola të shihja dhe e gjeta hallen aty, e ulur pranë banakut. Ishte duke kërkuar diçka të shpejtë për të ngrënë. Më bëj ndonjë gjë të thjeshtë, më tha. Mendova, e vendosa të përgadisja disa biskota që kishim në shtëpi. I vura në furrë dhe ajo rrinte aty duke parë, duke bërë shaka për durimin e saj të vogël kur bëhej fjalë për ushqim. Kur u bën, i provoi dhe qeshi. Qenë kanë të vogla, por të mira, pas ke dorë. Bëje edhe një tepsi tjetër. Unë, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.